Në Gramshu helmuan fëmijët në Kopësht. Nuk është as hera e parë dhe për fat të keq nuk do të jetë as hera e fundit, sepse në Shqipëri nuk ka më kontroll ushqimor, ka licenca për vrasje të heshtura, të firmosura nga autoriteti kombëtar i ushqimit. AKU është shtëpia e dytë e militantëve, një çerdhe për çunat tan, që nga elektricist, mësues muzike e ushtarak të papunë, kthehen si me magji në inspektor të sigurisë ushqimore, sepse të gjithë mund të hanë ç'të duan, por nuk guxojnë të prekin ndonjë biznes me lidhje partie. Aty përfundojnë inspektorët me urdhër, mbyll syt ose mbyll dosjen. Në 15 vitet e fundit, AKU ka ndërruar 13 drejtorë, PS, PD, LSI dhe PDU, dhe secili ka futur duart në thesin e tenderve dhe i ka mbushur radhët me servil. Në vend të specialistëve kanë emëruar servitorë, në vend të laboratorëve kanë ndërtuar rrjete favoresh. Çfarë ndodh? Çdo shkollë, çdo kopësht, spitale, mens ushqimi është bombë me sahat, sepse kontrollet bëhen sipas urdhrit të partisë, jo sipas protokollit të sigurisë. Dhe kur shpërthen helmimi, dalin me deklarata të ndyra të tipit do hetojmë, po presim analizat. Fëmijët janë jashtë rrezikut. Jo, nuk janë jashtë rrezikut, sepse fëmijët po rriten në një vend ku ushqimi nuk kontrollohet, por kontraktohet, ku mbrojtja e shtetit është një artikull elektoral, jo një prioritet shtetëror, dhe ku përgjegjësitë janë gjithmonë duke u hetuar, por asnjëherë në burg. Në një vend normal, pas një rasti helmimi në institucionin publik për fëmijë, do të kishte arrestime, dorëheqje dhe ndëshkime penale. Në Shqipëri ka vetëm ndërrim firme për furnitorin e radhës. Reforma në drejtësi është e rëndësishme, por pa një reformë në ushqim, reforma në drejtësi do shërbej vetëm për të varrosur të helmuarit, sepse helmimi nuk fillon te produkti, helmimi fillon te shteti që pranon gjithçka, mjafton të jenë tanët.